Dacici promovon një xhami dikun. Njëjtë sikur qeveria e Kosovës që promovon një xhami në Mitrovic. Jeni të sigurt ku ka kisha slave dhe ku ka xhamia, aty është Rusia dhe Turqia. Është interesi Rusisë dhe Turqisë. Në ata që janë sion, që vinë nga një kulturë, nga një sfond, që dojnë me besu Zotin që është një, që dojnë me fitu xhenetin e fiton në tokë. Ju të gjithë jeni të vlefshëm, se cili për jush, ju miq, motra e vëllezër, ju që ndiqni lajmet nga unë, edhe ju keni lajme dhe lajmet e juaj janë vlefshme, por unë sot kam një kërkesë, shpërndoni këtë video sa më shumë ju që ndjeheni njëjtë, si ndjehem unë i kombit Gjergj Kastriot Skënderbeut, ecim para Zoti na ndihmoft në tokë dhe në qiell. E fiton tokë xhenetin. Kur ta fitojsh xhenetin tokë, e fiton xhenetin botën tjetër. Unë jam ai që ju kom thonë, ose dikush futet në xhenet, i pari prej shqipforcave janë qytetarë nga Republika e Shqipërisë. Pas Republikës Shqipërisë vinë qytetarë të Republikës Kosovës. Mirë bo, ka ardhur koha politikanët në Kosovë mu zhu prej gjumit. Se shteti Kosovës është shtet laik dhe duhet një zërit të gjithë ta dënojmë gjuhën linçuse. Kush ma jep mu të drejten, mi thonë dikujt, mjeku musliman, ose inxhinieri musliman. Nëse ja tham inxhinieri musliman, unë për e linçoj inxhinierin në bazë të asaj dokjes kusht, apo avokati musliman. Siç dolën dhe e çujtën Tom Gashin, që është një aktivist i lëvizjes vetëvendosje dhe një agitator i fort i kriministit aktual të Kosovës, Albin Kurtit, Tom Gashi. Ai nuk kërkoj asgjë të Gashi, ai është avokat, avokatura është profesion, me mbrojt klientin. E keni qartë dhe jo, dhe ta quajsh në titull avokati katolik, dhe dale 4 kalemshi ngelafçi medresës Alaudin Prishtin, ta qujet Tomë. Që gati, s'është mirë me thotë Tomislav, veç me çdo sjellje bëhet Tomislav tani. Tomislav, kjo nuk mbahet o vëlla. Kjo është përçarja vjen prej atyre organizimeve që quhen Bashki Islami. Dhe Bashkitë Islami janë problemi më i madh se ato i ka kriju krali i Serbisë. Krali i Serbisë i ka kriju Bashkitë Islame. Organizimin e hoxhallarëve, krali i Serbisë, ne kemi fotografit i shumë, që shka qenë Prishtina, 1910, 1920, 20, njëtë ashtë ne kemi edhe Shkupi. Bashkitë Islame, ne kemi problem me organizimin e hoxhallarëve, të cilët nuk shkojnë në frymën e interesave të qytetarëve të vetë shteteve ku jetojnë shtetit shqiptar. Unë i betojmë në Zotin jo, me pas punu ata, për shtetin shqiptar, sot ish bashku, edhe Kosova me Shqipërinë, edhe në Macedoni do ta mersh mi hisën tonë që në takon. Pra neve klerikët na kanë dëmtu, po flasë, për në Kosovë dhe në Macedoni mës shumëti. Se nuk janë organizimet Kuranit, ju betohem Zotin jo, nuk janë organizimet Kuranit, nuk janë urdhra prej Kuranit, as nuk janë urdhra prej 6 librave kutubusitte të haditheve. S'është mirë me thotë Tomislav, veç me çdo sjellje bëhet Tomislav tani. Këtë gjuhë linçuese politikanët e të gjitha partive politike nuk janë bërë një zërit, bëhen bashk dhe ta dënojnë
as mediat nuk janë bo bashkë ta dënojnë gjuhën linquese të shqiptarët.